sistemit të edukimit në pjesën perëndimore të Evropës së të botës. Komenski thotë që sa ma shumë me kontakte shtisore, me thonë, me pa, me lexu, me provu, me prek. Të më thonë më shumë, sepse i përshtatet stileve të mësimit. Na çka po bujna me fëmijët tonë, na fëmijëve tonë, ju blejna mjete të cilat për ta shpesh janë të panevojshme. Të më thonë, sigurojna rrjet interneti me sa ma shumë fuqi, 24 orë, që nuk na duhet. Sigurojna aparate të ndryshme, telefona, tableta, e tjerë, se laptopat e kompjuterat s'janë më në mod, edhe asnjëherë nuk bashkëbisedojna me ta, nuk e dina se për çka ata i përdorin. Tash që kjo që ata i përdorin, mënyra se çysh i përdorin ata, nuk është përgjegjësia e tyre. Është më shumë e jonja. Ata pse i kanë ato mjete në dorë, në moshë shumë të njom, qysh në fëmijëri të hershëm, po flasim për kur pa i bën 1 vjet, kur disa muj. Edhe çka bujna na? Na i mësojna e përgatitum gabimisht, e gatujna me thonë kushtimisht trurin e fëmijës që mos me pas vëmendje, që mos me pas kujtesa fatgjatë, që mos me pas lidhje të qelizave të trurit, ose të neuroneve, sinapsave në mes vete.